Vllai i madh ju rikujton se Big Brother VIP është më shumë se sa një format televiziv. Ky program synon të nxjerrë në pa dinamikat njerëzore, mënyran se si ndërtohen marrëdhëniet, si lindin konfliktet dhe mbi të gjitha si zgjidhen ato përmes komunikimit, respektit dhe përgjegjësisë personale. Mbi çdo lojë, mbi çdo konflikt apo strategji, qëndron një vlerë që nuk negociohet kurrë. Dhe ajo është dinjiteti njerëzor. Casey, gjatë qëndrimit në shtëpi, ti ke shkelur në mënyrë të përsëritur rregulloren e Big Brother VIP, duke bullizuar, duke përdorur gjuhë denigruese dhe kërcënuese, si dhe duke prekur drejt për drejt dinjitetin personal e duke paragjykuar vazhdimisht mbi orientimin seksual. Këto sjellje, Casey nuk dua të dëgjoj. Casey, këto sjellje janë të papranueshme dhe bien ndesh me vlerat themelore të respektit, barazisë dhe bashkëjetesës që shtëpia e Big Brother VIP përfaqëson. Je paralajmëruar edhe më parë për sjellje të ngjashme, ndaj vllai i madh ka vendosur që ti sonte të largohesh menjëherë nga gara. Vllai i madh të kërkon të lësh në këto momente shtëpinë. Ishte shumë kënaqësi. Si u vjen zog, si u vjen. Qonë dhe me taku, se kuptoj pse dush me e përcjell, ma o Mateo. Po pse po e përcjell? Pse po e përcjell? Pse po e përcjell?